është trashëgimia fetare. I kam parë unë xhamit e pesë, si janë shkatërruar. 99 kam qenë, i kam parë, jo vetëm xhamit, kishat, gjithçka tjetër. Sepse ka dominuar fashizmi Miloševićan, sepse mos harroj një gjë në historinë tonë të Ballkanit, kemi një veçanti. Dhe kjo foto është shumë demonstrative për këtë gjë që po të them. Jo vetëm që u bë një luftë e shpërbërjes së ish Jugosllavisë, jo vetëm që u bë një luftë e krijimit të shteteve, por pati një koalicion katoliko-musliman nga Bosnia deri në Kosovë, si rrallë herë në botë. Pse? Sepse Miloševići, që ishte një komunist, bashkë me gjithë tjerët, për arsyeën e pushtetit, pra ishte komunist, dhe si pasoj, a i vjen nga një doktrinë antifetare, po për arsyeën e pushtetit, a i u mbështet të dy shtylla. Shtylla e nacionalizmit serb dhe kishës, pra përdori besimin fetar dhe përdori nacionalizmin për t'i bërë luftë të tjerëve. Dhe kjo luftë e ultranacionalizmit serb, bashkë me kishën ortodokse serbe, e cila shkëlqeu në dhunën e saj në mënyrë bastarde në atë që ka ndodhur në Bosnjë, në mënyrë kriminale, bëri që popujt e tjerë të Ballkanit të krijonin një aleancë mes tyre, nga slovenët që janë katolik, kroatët që janë katolik, shqiptarët musliman, bosnjakët musliman, për t'u kundër përgjigjur pra kësaj makine dhune dhe për të krijuar pra këtë foto që ti shef, këtë koalicion pra për t'i qëndruar dhunës dhe për të qenë pro-paqes. Dhe këtë kush e bëri? E bëri një komunist që përdori kishën ortodokse serbe dhe ultranacionalizmin serb. Dhe përgjithësit vogël nuk kanë ata që ishin krye të kishës serbe, nuk e kanë të vogël përgjithësin, e kanë të madhe. Sepse ishte koha që ata duhet i thonin stop. Kështu që mendoj që kjo foto është një foto historike që duhet ta ruani dhe besoj që me ftyrë Tërnava do ta ruaj. Sot e kishte një postim në faqen zyrtare. Dhe besoj që do ta ruaj gjatë. Dhe besoj që do ta ruaj gjatë. Dhe ishte pikërisht në faqen nga faqja zyrtare e Bashkisë Islame së Kosovës, ne e morëm këtë foto për ta komentuar së bashku. Ilën jemi krejt në fund të emisionit sonte. Ne kemi një vit së bashku. Sot e kemi kemi ditëlindjen. Se dia, s'm ka thënë gjë.